nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirëmbrëma të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi sërish së bashku në Horizont. Sot është e diel, data 14 qershor 2026. Është e diel sot është e diel dhe siç e dini në Window Radio çdo të diel është emisioni Zëri i Diasporës, por moderatorja zonja Madiana Nuredini, pra që është emisioni i saj, sonde ajo nga që kishte një obligim dhe një aktivitet në Itali dhe me organizimin e protestave dhe të disa takimeve, sonde ajo nuk është në emision dhe ne sonde mendojmë të bëjmë një emision në jashtrale Horizont, pra jashtrale Horizont sepse ne do vazhdojmë të jemi brenda temës, brenda aktualitetit që është në Shqipëri, ku në Shqipëri pra ka 14 ditë që po protestohet dhe përveçse në Shqipëri po protestohet kudo në Evropë, në Amerikë, Kanada, pra kudo ku ka shqiptar. Dhe ne menduam që këtë ditë të diel mos ta lëm pa emision, por të jemi gjithnjë pranë aktualitetit dhe të jemi me zëra të rinj, me mendime, me ato çfarë të rinjt mendojnë për protestën dhe për Shqipërinë. Pra flas të rinj sepse sonde në Horizont do jetë një vajzë e re, do jetë një vajzë e arsimuar e cila ka lënë Shqipërinë për të vazhduar studimet në Francë, në një qytet, pra shtet perëndimor dhe shtet i fortë në perëndim. Të nderuar miq, protesta vazhdon protesta kudo dhe sot edhe në Gjermani, në Angli, Itali, kudo, në Amerikë, New York, Michigan, Boston, Los Angeles, në Toronto, në Kanada, pra kudo ka patur protesta nga shqiptarët. Dhe biles duhet të bëj një deklaratë që më ka ardhur në rrjetet e mia sociale, një kërkesë ose që më kërkoi që ta thosha edhe në emision, që disa shqiptarë pra po organizojnë një udhëtim me makinë nga Londra, do vinë në Belgjik, Gjermani, Zvicër, Itali, Austri dhe do mrrin deri në Shqipëri, pra që me datën 20 qershor të bashkohen emigrantët e diasporës dhe të hynë njëkohësisht të gjithë në Shqipëri dhe kush ka dëshirë të bashkohet këtij turri apo këtij udhëtimi, e ka njoftimin në portalin Window Radio. Pra aty mund të lexoni dhe njoftimin dhe numrat e kontakteve të personave që e organizojnë dhe ju mund t'i bashkoheni atyre në udhëtim që të shkojnë të gjithë së bashku me datën 20 qershor në Tiranë. Miq, kemi dëgjuar deklarata nga më të ndryshmet për protestën dhe kemi dëgjuar madje edhe deklarata që do thosha janë edhe deklarata radikale, sepse më thënë të drejtën, qeveria e Tiranës apo në përgjithësi sistemi politik është një sistem që me të vërtetë ka ndikuar jashtëmase negativisht në jetën sociale dhe në jetën e shqiptarëve. Shqiptarët në vazhdimisht që kemi thënë po largohen nga vendi, shqiptarët janë në skajet e varfërisë, ka probleme të pafundme dhe normalisht që kjo qeveri duhet të largohet dhe pse jo të largohet, pra të ketë një ndryshim në sistemin politik. Por duhet të them diçka, Shqipëria nuk ka nevojë më për thirrje radikale, sepse kemi dëgjuar apo kemi lexuar në rrjetet sociale edhe nga ata që quhen si organizatorë apo që ne i njohim si organizatorë duke lënë data fikse për të larguar Edi Rama, sepse për ndryshe do përshkallëzohet gjendja, situata, protesta. Miqtë e mi, mos harroni, në 91 kemi dalë nga një sistem totalitar, diktatorial, siç ishte sistemi i Enver Hoxhës. Dhe e dim shumë mirë që shkatruam çdo gjë, shkatruam uzina, kombinate, fabrika, shkatruam çdo gjë që ishte lënë. Por mos harrojmë dhe 97-ën. Pra u shkatrua çdo gjë në Shqipëri dhe ne shpeshherë diskutojmë edhe në bisedat tona private dëmi i madh që ka sjellë 97-a. Por nëse ne do vazhdojmë me thirrje dhe me protesta radikale, pra për të shkatruar vendin, për të dëmtuar vendin,
Të nderuar miq, Shqipëria dhe shqiptarët nuk e meritojnë, nuk kanë nevojë për të tilla gjëra. Të protestohet dhe të gjendet çdo lloj mënyre me protesta për të larguar Edi Rama, por jo për të bërë dëm në Shqipëri apo për të qenë të radikalizuar në Shqipëri, sepse ne kështu nuk i shërbejmë absolutisht vetes. Dhe të kemi parasysh që ato protesta janë të rinj, janë minoren, janë gra, zonja, nëna me fëmijë, janë me fëmijë të vegjël, pra janë të moshuar, është komplet shtresa e shoqërisë. Dhe të kemi parasysh që shqiptarët dhe Shqipëria nuk e meriton të shkohet në rrugë radikale, të shkatërrohet apo qoftë larg të ndodhen edhe të tjera gjëra, sepse thash, pra duhet kemi parasysh që Shqipëria në këto 36 vite ka kaluar situata vërtet të vështira dhe asnjëherë nuk duhet ta harrojmë, sidomos në 97-ën, se çfarë solli dhe çfarë dëmi krijoi në Shqipëri apo dhe në psikologjinë apo në jetën sociale të komplet popullit tonë, dhe të kemi parasysh që duhet të jemi të kujdesshëm edhe në thirrje dhe në ato çfarë ne deklarojmë. Gjithsesi unë uroj që të bëhet më e mira, dhe të gjithë duam që Shqipëria të jetë sa më mirë, të gjithë duam Shqipërinë, biles do doja që si Shqipëria mos të lulëzonte asnjë shtet i botës, por të ishte Shqipëria para, të ishte Shqipëria kampionja, por Shqipëria duhet të kemi parasysh që Shqipëria është të gjithëve ne dhe Shqipëria duhet të lulëzojë pa e prishur dhe pa shkatëruar dhe pa dëmtuar qoftë larg as jetën as kujt, por të protestohet dhe të kërkohen rrugë politike që sistemi politik në Shqipëri patjetër duhet të ndryshohet, qoftë Rama, qoftë Berisha, qoftë këta pra në 36 vite që janë ato xhaketat e vjetra që përdoret vazhdimisht në zhargonin mediatik apo edhe në zhargonin ku ne rrim dhe pim kafe njëri me tjetrin. Kemi nevojë për frymë të re, kemi nevojë për mendësi të reja, kemi nevojë për njerëz që kanë intuit politike, kemi nevojë për njerëz që janë me kulturën perëndimore, pra jo se ne kemi kulturë më të pakët, por flitet për me kulturën perëndimore, për standardet e perëndimit dhe ata që do sjellin ndryshimin në Shqipëri. Këtë nuk është çështje të rinj në moshë, çështje të rinj në mendësi. Dhe ne duhet t'ju shmangemi atyre mendësive të vjetra, apo atyre mendimeve që ne t'i shërbejmë dikujt tjetër dhe duke dëmtuar veten. Gjithsesi, kjo ishte një monolog i imi, një dëshirë imja dhe uroj që të gjithë ju të jeni mirë, është e rëndësishme dhe çdo veprim dhe çdo hap që të bëhet, uroj që të bëhet me mend në kokë dhe të bëhet duke menduar më shumë për të ardhmen, por duke patur kujdes të tashmen, gjithmonë duke shikuar mbrapa për të shkuarën historike, për të shkuarën 36 vjeçare të Shqipërisë dhe të kemi kujdes që mos të ecim në gabimet e të së shkuarës, por gabimet e të së shkuarës le të na bëjnë eksperiencë dhe motiv për të tashmen dhe motiv dhe projekcion për të ardhmen, për të ndërtuar një Shqipëri të denjë dhe një Shqipëri ku të gjithë ne, kudo që jemi cep të botës, të shkojmë si ajo bleta në lule që shkon të marrë nektarin dhe të jap mjaltin. Të nderuar miq, unë jam Leonardi, live këtu nga studio qendror në Gjermani dhe unë dua të rikujtoj edhe një herë, pra jo për t'ju bërë ju i bezitshëm, por për të gjithë ata miq të rinj që na janë bashkuar apo që bashkohen, mundësitë se ku na ndjekin, pra ku ndiqet Window Radio, dhe unë mbi informacionet që kam dhe me kontaktet që kam me shumë miq, shumë për ju që ndjekin edhe përmes këtyre platformave, pra përmes aplikacioneve të ndryshme dhe jo thjesht nga faqja Facebookut. Window Radio ndiqet në website-in zyrtar të saj, windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni lajmin, informacionin e fundit, si dhe të dëgjoni muzikën 24/7 të përzgjedhur nga DJ Bledi, i cili është DJ i radios tonë. Po ashtu ne dëgjohemi dhe në shumë platforma, pra janë rreth 20 platforma botërore, ndërkombëtare, globale që Window Radio ndiqet,
siç është TuneIn, Radio Box, Mindtuner, Radio Shqip, e cila është platformë e radiove shqiptare, Radio.net, Radio.it, ku diun, janë një pafundësi pra platforma të radiove, ju mjafton që të kërkoni një platformë të radiove dhe të shkarkoni qoftë Play Store, qoftë Apple Store, janë pa pagesë dhe ju do mund të na ndiqni qoftë emisionin tani live apo dhe programacionin dhe muzikën të përzgjedhur nga DJ Bledi në 24 orët e ditës. Po ashtu është edhe faqja zyrtare e Facebookut windowradio.de ku ju mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje dhe ne në varësi të kohës dhe në varësi të pyetjeve tuaja do përpiqemi që t'ja përcjellim dhe të ftuarës së radhës. Po ashtu emisioni është në ritransmetim në orën 3 pas mesnate ose në orën 21 me orën e Amerikës dhe të Kanadas, që të kenë mundësi dhe miqtë tanë dhe dëgjuesit tanë të ndjekin emisionin e plot në ritransmetim, sepse ndoshta duke patur parasysh orarin, ndoshta nuk jo të gjithë kanë mundësi të na ndjekin live. Dhe ndaj është ritransmetimi në orën 3, pra është një orë vonë për orën e Evropës, por kemi menduar për pjesën më tanë oqeanit. Po ashtu emisioni do jetë nesër në YouTube, në faqen zyrtare të YouTube-it, në Window Radio.de, aty do gjeni të gjitha emisionet e kaluara, emisionin e sotëm, pra mjafton të bëni një subscribe në Window Radio.de në YouTube dhe do vinë të gjitha emisionet dhe programacionet tona. Gjithmonë me mirëkuptimin tuaj dhe me duke u qenë shumë mirënjohës, do kërkoja që t'i bëni një shpërndarje Facebookut, qoftë në faqet tuaja të Facebookut apo për grupe ku jeni të antarësuar, jo se ne fitojmë diçka nga ana monetare apo ju humbi diçka nga ana monetare, por të gjithë së bashku fitojmë miqtëri, bëjmë një komunitet shqiptar, sepse siç e them unë dhe siç e thonë të gjithë moderatorët e tjerë, Window Radio është vetëm për dëgjuesin, është vetëm e juaja dhe ne si staf përpiqemi të jemi sa më shërbëtor të drejtë dhe të shërbejmë të gjithëve ju dhe çdo shqiptar apo çdo kush që ka një mendim, ka diçka për të treguar, një histori apo një promovim apo çfarëdo që ka dëshirë të komunikojë me shqiptarët dhe me audiencën tonë, gjithmonë Window Radio do ketë një mikrofon për secilin prej jush. Atëherë, miqëm, ndoshta zgjata pak me monologun tim, sepse unë nuk është se jam shumë mirë në monolog, por janë disa gjëra që përpiqemi t'i themi dhe janë për t'u thënë. Sonde, siç e thash, kam një vajzë të re, është një studente e cila vjen nga qyteti i bukur i Pogadecit, nga Driloni i bukur aty në Pogadec, kush e ka vizituar Pogadecin, por që për studime dhe për arsye të tjera që ne do i kuptojmë gjatë emisionit, ajo ka emigruar në Francë dhe studion atje, pra kam Alba Dajlanin. Zonja Alba, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, përshëndetje Leonard. Të jam mirënjohës që pranove të jesh në bisedë me ne sonde, të jesh në Window Radio dhe të falenderoj shumë. Ju falenderoj juve që më bët pjesë të emisionit tuaj këtë të diel. Gjithmonë me duke patur të lash pak të prisje me këtë monologun tim, por ishin disa gjëra që janë edhe të duhura ndonjëherë për t'i thënë dhe dështë me prisje. Nuk ka problem. Alba Dajlani, ti, pra me lejo të them kështu, ti bën muhabet miqësor, pra të bëjmë bisedat miqësisht dhe ju vini nga Pogadeci bukur. Për një prezantim shkurt, kush është Alba Dajlani për ata dëgjues që nuk ju njohin, për një CV të shkurtër. Alba Dajlani është momentalisht një studente në degën e muzikologjisë në Universitetin e Burgonjës. Unë vi nga Pogadeci, gjithçka që unë bëj është art dhe muzikë. Më pëlqen të gjatë gjithë kohës të merrem me muzikë. Jam këngëtare xhazi, flautiste, edhe kantautore, nëse mund ta quajmë kështu. Deri tani kam shkruar vetëm këngët e mia, por që
ndoshta një ditë mund të shkruaj edhe këngët e tjera dhe mund ta marr tamam titullin kantautore. Jam 25 vjeç dhe nuk e di çfarë mund të them. Ju mjaftueshëm, shumë faleminderit dhe për moshën, me fjalë mosha e re, pra mosha që ju sapo keni filluar të hillni ato hapat e parë, hapat e guximshëm të jetës dhe keni menduar të jeni të kualifikuar, të kualifikoni veten dhe të jeni sa më të denjë dhe të aftë për jetën dhe unë uroj më të mirën. Alba, të fillojmë disi ndryshe bisedën për të kuptuar ndoshta edhe pak më shumë edhe për aktualitetin. A mendon që në Shqipëri sot arti është luks apo vazhdon të vlerësohet dhe arti është mirë në ditët e mira po themi? Unë mendoj që arti është treguesi kryesor i një kohe të caktuar, duke nisur që nga mesjeta edhe deri në vazhdimsinë dhe evolimin e saj edhe sot. Fakti që arti është në gjendjen që ndodhet, që për mendimin tim nuk është në gjendjen e vet më të mirë, mendoj që është një tregues sa më i mirë i kohës të vet. Për pjesën që arti është luks, asnjëherë nuk e kam parë artin si luks, sepse arti buron nga andej ku nuk ka luks. Arti buron nga andej ku nuk ekziston luksi, po ekzistojnë vuajtjet, ndoshta ekziston asgjëja dhe e bukura e artit është sepse në një hapësirë boshe ti e gjen mundësinë me kreativitetin tënd që ta mbushësh atë hapësirë dhe ta bësh ambientin tënd të jetueshëm dhe të kthesh një hapësirë boshe në një ambient me dritë dhe të jetueshëm. Kështu që arti nuk është luks. Ndoshta në mentalitetin ndaj mendon ti që ne bashkëbisedojmë me hënën e me yjet e me gjethet ku lëkundën e përvjeshtë këto gjërat më thënë. Po, patjetër edhe kjo, patjetër. Për shembull, unë jam një nga ata njerëz që bisedon me yjet, me hënën, edhe sidomos me hënën, madje kam edhe ca histori, kështu që ne kisha duke patur parasysh që ju thatë jeni këngëtore, edhe unë vetë përpiqem të shkruaj ndonjëherë ndonjë gjë dhe përgjithësi mi fjalë njerëzit kur shkruajnë apo poetët, shkrimtarët e kështu, me radhë mi fjalë tekst shkruesi, flasim me hënën, me yjet, me detin, me gjethen. Po, patjetër që po, patjetër. Për shembull, unë jam një nga ata njerëzit, kështu që shikoj hënën edhe më duket sikur ju ndriçon rrugëve njerëzve kur ecin, edhe unë filloj imagjinoj njerëz që ecin në atë dritën e hënës edhe shkruaj. Dhe pastaj kur mbaroj atë që po shkruaj, e gjej vetë që jam unë ai personi për të cilin kam shkruar. Absolutisht, sepse të gjithë artistët japin nga shpirti i tyre, japin nga brendësia e tyre dhe gjithmonë janë ato labirintet e brendshme që ne përpiqemi të nxjerrim. Patjetër. Po Alba, vazhdo, ndjes sepse thjesht ndërhyra apo Jo, nuk kam probleme, e mbarova mendimin. Okay. Mund të vazhdosh. Sepse ne përpiqemi të bëjmë emisionet sa më bashkëbisedim, sa më pra jo thjesht pyetje përgjigje, kupton? Po, patjetër. Alba, duke pra kur je larguar nga Shqipëria dhe për flaut ke me fjalë Akademinë e Arteve ke bërë në Shqipëri apo ke vazhduar në gjitha hapat e tua të studimeve në Francë? Unë kam ikur në Francë në vitin 2019, pasi mbarova liceun, kam bërë liceun artistik në Tiranë edhe pasi mbarova liceun unë erdha në Francë. Arsyeja pse kam ardhur në Francë ka qenë sepse kam patur këtu një koncert. Edhe pastaj u shpërngula bashkë me familjen time. Por duke qenë se periudha 2019-2020 nuk më lejoi që të vazhdoja shkollën jashtë sepse u ndodhi ajo periudha e pandemisë dhe pandemia, Covidi e të gjitha dhe e kisha të pamundur që të bëja letrat për të futur në shkollë në një universitet të huaj, kështu që isha xha regjistruar në Akademinë e Arteve, që tani është Universiteti i Lartë i Arteve, edhe studiova 3 vitet e bachelorit atje.
nuk e kisha ndërmend që ta vazhdoja Super, masterin, bravo. por që gjithmonë e kam patur ëndër që ta bëja një eksperiencë në një sistem tjetër shkollor që ishte komplet ndryshe nga ai në Shqipëri, më shumë për të zbuluar se si funksionon një sistem tjetër, se sa për të bërë me patjetër një master jashtë. Edhe tani jam duke vazhduar master, mbarova vitin e parë edhe pres ato përgjigjet e provimeve. Hajde, Një suksese, çik me angst tani nga fundi, faleminderit. Po mirë, Alba, tani ky flauti është bukur dhe ju thatë edhe këngëtare e jazzit, apo jo? Po. Kush ishin ato indicet e para që Alba duhet të zgjidh flautin, Alba duhet të jetë e kësaj rrymë muzikore? Keni dikë në familje, shoqëria, si u lindi ju kjo? Unë nuk kam asnjë në familje që merret me muzikë, literalisht asnjë njeri, as nga larg, as nga afër. Wow. Po. Jam i vetmi produkt Rasti veçantë. Jam i vetmi person që kam dalë me defekt, domethënë, se s'kam artistë të tjerë. Tamam me defekt që dalë. Edhe këtë pyetje në flautit janë pak njerëz ata që më bëjnë, domethënë, përse ke shkuar dhe ke studiuar flaut. Gjithçka ka nisur nga hiçi. Unë nuk e di, thjesht një ditë kam parë Ti pasionis çdo gjë nga hiçi për këtë pjesën e këngës, muzikës, përdesa s'ken familje, s'ken shoqëri, ti nga hiçi fare. Po, është realisht kështu, edhe madje babi tim as nuk e ka besuar në fillim që unë dija të këndoja dhe unë kam qenë 11 vjeç, edhe me gjyshen time se ajo ka qenë shtysa ime më e madhe, më ka shtyrë edhe më ka thënë Alba, tha, shiko, unë pashta audicione tha që ishin hapur te The Voice Kids, tha, edhe mendoj që ti duhet marrësh pjesë. Ndërkohë që unë nuk isha kënduar shumë në shtëpi më përpara, edhe ka ardhur literalisht nga hiçi. Madje edhe për atë audicionin më marrin vetëm një para, domethënë një natë përpara unë isha duke mbaruar detyrat, ora ishte diku te 9 e darkës dhe më marrin telefonin thonë shiko se nesër ke audicionin, duhet të paraqitesh në Korçë dhe të kesh zgjedhur 2 këngë. I kam zgjedhur 2 këngë me shpejtësi kështu edhe i thos zot çfarë do shkoj, çfarë do bëj atje. Isha 11 vjeç edhe 11 nuk e kisha mbushur akoma edhe çfarë do bëj unë tani aty, thash kam shkuar me gjyshen edhe që nga ajo ditë unë nuk kam stopuar më duke kënduar. Pastaj për pjesën e flautit, duhet gjyshja jeton? Patjetër që po, e kam 68 vjeç si drita. E përshëndesim sinqerisht edhe duhet ta falenderojmë mi fjalë që gjyshja pas ka arritë të nxjerrë këtë të fshet brenda teje dhe të t'jap atë kurajën që ti të ndjekësh një ëndër ndoshta ndryshe nga ato që fëmijët kanë, sepse fëmijët gjithmonë ndërtojnë ëndra duke parë prindërit të rriturit, duke parë të tjerët. Po, patjetër. Pastaj për pjesën e flautit ka qenë komplet diçka që erdhi spontane. Unë shkoj në liceun artistik në Korçë, sepse ishte afër me Pogradecin. Edhe thash do futem te shkolla e muzikës, po nuk e di për çfarë do shkoj, sepse s'kisha dëshirë që të vazhdoja kanto klasike. Nuk më kishte pëlqyer, nuk mendoja që zëri tim mund të ishte adapt për kanton klasike dhe për më tepër më pëlqente më shumë muzika jazz, dhe pse kam qenë 14-15 vjeç që njeh jazzin. E çuditshme kjo, do të thotë. Patjetër pra duke pasur parasysh moshën 14-15 me por jazzin. Gjithsesi, flasim edhe për një pjesë. Përdesa po flasim nga fillimi për gjëra të çuditshme, apo do kështu që po fluturojmë me krah të çuditshmes, a kupton? Po patjetër, unë zakonisht me këtë shkoj, kjo është motoja ime e jetës, spontaniteti dhe çmenduria janë 2 gjërat që unë shkoj sa më mirë ti e mundur, kështu funksionoj në jetën time. Edhe gjë e bukur se jo gjithë din ta bëjnë këtë gjë.
Jo gjithë dinë me po këtë mirë, të ruajnë dhe ekuilibrin. ekuilibrin. Jo, shiko, me fjalë, spontaniteti dhe çmenduria është pjesë e bukur sepse janë njerëz të guximshëm dhe janë njerëz që i bëjnë të gjitha këto me spontanitet, me çmenduri, por dinë të mbajnë bazat e ekuilibrit. Për këtë sinqerisht bravo. Faleminderit. Mos flasim më shumë se po thon dëgjuesit pas ka marr Alba Leonardin të ftuar. Nuk e besoj se të thon ashtu, se të dy flasim kështu shumë edhe të paktën justifikojmë njëri tjetrin. Tamam. Unë jam fazani me thënë të drejtën, nuk më mbyllet goja. Po Alba, flauti, si erdhi flauti? Po thoja për flautin, patjetër, edhe thjesht aty ka dalë një zysh flauti që më thotë shiko, thot se këto më thonë ti do vish do futesh me patjetër për kanto, pasi bën ata audicionin tim edhe u mblodhën gjithë ai komisioni aty dhe ti duhet vish me patjetër për kanto dhe unë që ngulja këmbë aty jo nuk vi për kanto. Edhe vjen zysha e flautit dhe më thot po shiko, nuk të ke shkuar ndonjëherë në mendje të luash flaut, dhe thash po unë çfarë lidhje ka me flautin, unë mos e di fare si ti bie flautit e po mirë që s'ka zysha e trompos. Erdhën të gjithë faktikisht, por që ishte kjo flautit që trompa është një nga instrumentet e mia të preferuara, po nuk kishte shumë student për trompë atëherë në liceu në Korçë dhe s'kishte shumë mundësi, unë do kisha dashur që të studioja ose bateri ose piano, po piano nuk mund ta bëja dot nëse nuk filloj nga klasa e parë. Lutem Alba mos më çmend fare, po me baterinë akoma kam dëshirë që ta mësoj baterinë. Akoma, dhe jo vetëm, por që gjithsesi. Të thash, gjithçka që dua të bëj është muzike dhe bukur. Duket pak e çuditshme, por që gjithsesi. Edhe ajo thot shikone, bateri nuk kemi, tha, tromp nuk mund të vish të studiosh, se s'ka student, tha, por që gjithsesi kemi degën e flautit, edhe më thash, e di çfarë nuk është ide e keqe. Imagjinova atë flautin aty një moment edhe i vetmi vizion i vetmi po më dilte një vizion kështu e ke parë se ato filmat me kartun që dalin me atë drejtën kështu dhe bëhet ajo zhurma kështu dhe dela i flauti aty. Kështu, kjo skenë u pasqyrua edhe në kokën time në ato momente dhe thash kam parë ca Barbie kur isha e vogël që i binin flautit, kështu që po shkoj ta marr dhe unë atë flautin të dukem dhe unë si Barbie. Okej, nuk ishte kjo arsyeja pse zgjodha, por që mendova që ishte një mënyrë shumë e mirë për të eksperimentuar, sepse ato më propozuan dhe diçka tjetër, më thanë që shumë këngëtar vinë dhe studiojnë flautin sepse i ndihmon goxha për të kënduar, për diafragmën, është një mënyrë me të cilën ti mund të zhvillosh, sepse ndryshe thonë që flauti imiton zërin e njeriut. Dhe flauti mua realisht më ka ndihmuar shumë për të kënduar në teknikën e këndimit. Më ka ndihmuar goxha shumë edhe sidomos me frymarrjen, me diafragmën, me muzikalitetin, për të njohur më mirë brendësinë e muzikës, solfezhin e të gjitha. Ti përpara do kesh partitura me shumë nota që do t'i luash, do duan shpejtësi, do duan teknikë të mirë, do duan qartësi, edhe sado zëri do një teknik goxha shumë të lartë që ti ta marrësh gjithë këtë njohuri muzikore që është kaq teknike dhe kaq e brendshme, është goxha më e vështirë se sa me flaut. Me flaut me flaut ose me një instrument muzikor, unë mendoj që çdo këngëtar duhet të di mirë të luajë një instrument muzikor, sepse kjo të rrit akoma dhe më shumë të rrit njohuritë tua edhe sado edhe pse unë them që teknika është vetëm një 10% i punës, unë jam 80% ndjeshmëri edhe 20% teknik. Kjo për mua është perfekte. Por që gjithsesi, është thjesht perceptimi im. Po të dëgjoj me vëmendje, sepse më thënë të drejtën ajo rryma që ti pëlqen, a kupton? Do ishte ndoshta zgjedhja e fundit edhe për ta dëgjuar, jo më për ta luajtur. Po sepse jazzi është muzikë goxha komplekse, është muzikë me një botë kuptim tjetër, edhe që jo çdo kush, domethënë mund të ketë atë approach-in me muzikën jazz. Është për njerëz të çmendur. Shumë të kollajshëm. Është për njerëz të çmendur.
nuk mendoj që është për njerëz të çmendur. Nuk e di a e ke lexuar atë librin e Paolo Coelho, Veronika vendos të vdes, dhe aty do ta kuptosh shumë mirë se ç'perceptojmë ne të çmendur edhe. Atë nuk e kam lexuar, po më mirë, po duhet ta lexosh. Okej. Të falenderoj për sugjerimin. Do të thënë ai libri tregon shumë qartë që kush e tregon se të çmendurit që janë të mbyllur në një çmendim nga këta njerëzit që janë në botën jashtë, janë të çmendur dhe këta të tjerët janë në rregull. Do të thënë ai bën atë paralelizmin shumë të bukur që ta kupton gjithë librin dhe kam komplet parasysh. Prandaj ta them edhe unë për pjesën e jazzit, sepse jazzi nuk është muzikë të çmendur. Jazzi është totalisht muzikë. Muzika në përgjithësi është muzikë të çmendur, mund ta quajmë kështu. Muzika e thjesht pastaj këto bam bum çarban. Mund të jem për popullin e thjesht ose ku ta di unë për njerëz që vlasen shumë në të muzikës. Edhe këtu vjen dhe problemi pastaj me njerëzimin. Mirë pra, normalisht edhe vetë universi është mbi vibrime, a kupton, kështu që edhe muzika patjetër, ja e the vetë. Po mirë pra, shiko, edhe vetë muzika pastaj është vibracion dhe marrësi të vibrimit që marrim dhe njerëzit, pastaj edhe marrësitë e saj ne ndjehemi dhe pëlqejmë, apo jo? Po patjetër. Jeta pra bachelor ke bërë në Francë tani dhe masi në Shqipëri. Bachelori në Francë apo në Shqipëri? Bachelori në Shqipëri, bachelori në Shqipëri. Dhe masterin po e bëj në Francë. Ndjes. Po, mos ja ham hakun asaj Universitetit të Arteve së Gjuna. Mo mirë, edhe ti si bën edhe ti sikur çfarë thashu. Atëherë, pra, kur shikon realitetin shqiptar, pra, ose nëse e bën një krahasim tash me realitetin e rinisë shqiptare me atë që ti shikon në Francë, çfarë të shqetëson apo çfarë të ngrom më shumë? Është e çuditshme se si në momentin që unë kam ardhur në Francë jam bërë kështu, nuk e di se ç'më ka hyrë një homesick, nuk e di si thuhet në shqip. Është term anglisht, ne e përdorim gjatë gjithë kohës, nuk e di si mund ta them në shqip. Jam bërë kështu si vazhdo shqipen ti dhe pastaj e gjejmë rrugës. Okej, homesick. Do me thënë sikur të merr malli për shtëpinë edhe për vendin e bër patriote, e bër patriote. Në thonjë, se nuk më pëlqen fare fjala patriote. Mirë, je bër përmalluar, pastaj të ka marr malli. Si ti themi ti? E përmalluar, jam për çiksi e përmalluar. Po normalisht të flasësh me hënën do përmallohesh patjetër. Jam dakord me ty, po në këtë rast është ndryshe. Duke parë rinin këtu, unë ndodhem në një qytet që nuk është dhe aq qytet i madh, është qytet universitar aty ku unë bëj universitetin, por që gjithsesi nuk ka të njëjtën rini siç kanë ato qytetet e mëdha, për shembull Parisi, Lioni. Unë kam zgjedhur vetë të bëj universitetin këtu sepse kam familjen afër edhe kam dashur që të jem pranë tyre të gjitha. Por që gjithsesi, dhe duke parë rinin këtu dhe duke parë jetesën këtu, duke folur nga vendi ku unë ndodhem momentalisht, shoh që rinia në Shqipëri është goxha premtuese, edhe sidomos duke parë me protestën që ka ndodhur kohëve të fundit, që unë jam jashtëzakonisht krenare të shikoj pafund njerëz në rrugë, edhe s'jam fare krenari që unë ndodhem këtu momentalisht dhe nuk iki dot të bëhem pjesë e asaj proteste. Do shkojmë. Po, okay, për atë do flasim më vonë. Duke parë qasjen e rinis këtu me rini në Shqipëri, mund të them që ne jemi një rini që kemi të ngulitur në kokën tonë, që kemi një vend që s'bëhet, që ne jemi një Gen Z, që jemi një gjeneratë e telefonave, që nuk rrim gjithë ditën në telefon, nuk ja dim shihen njëjtës e të gjitha të tjera me radhë. Por që mund të shohim qartë që nuk është ashtu. Unë shoh që rinia, edhe sidomos miqtë edhe çfarë unë njoh nga rinia shqiptare, janë goxha të zellshëm, kanë goxha të shira për të bërë shumë gjëra, por që një pjesë e mirë e madhe e tyre ndoshta nuk e gjejnë ambientin e duhur. Dhe siç e thashë më përpara,
pavarësisht që problemeve të tyre, rinia shqiptare është një rini që di të qesh, është një rini që di të kërkoj të drejtat e veta dhe është një rini që mundohet për veten e vet. Dhe këtë mund ta shohim edhe nga emigrimi i lartë të rinjve kohëve të fundit, si unë, si edhe shumë të tjerë. Si miqtë e mi që unë kam janë kudo në përbot edhe nuk janë në Shqipëri momentalisht. Nuk mund ta quash këta një rini të vakur. Dhe po të marrim një francez me një shqiptar, moshatarin tim, një francez do qahesh gjatë gjithë ditës që shiko se unë marr 800 euro bursë në muaj, po nuk më del dhe ky shtet nuk më jep atë që mua më duhet, sepse unë duhet paguaj këtë, duhet paguaj atë, ndërkohë që shqiptarët mundohen edhe nuk qahen. Një iri shqiptar. Mund ta marrim në shumë aspekte të tjera. Të rinjt francez kanë probleme të tjera që ne as nuk i konsiderojmë si probleme në krahasim me rinin shqiptar. Ne i krahasojmë si gjëra normale. Edhe siç thotë edhe një miku tim muzikant, këta qahen nga të mirat. Dhe ndonjëherë mendoj që edhe të mirat e shumta nuk është dashje mirë të mësohesh vetëm me të mira. Ndoshta edhe gjithë kjo tragjikomedia që ne na ndodh për të na bërë më mirë. Dhe janë personë që shikojnë ndonjëherë gjërat në anën më shumë pozitive. Do ta shohim edhe më të këtë ndryshimin tjetër, që rinia franceze apo rinia gjermane, patën këtu ku jetojnë në Gjermani, normalisht qahen, por këtu është ajo pjesa sociale që kur kalosh 18 vitet, pastaj ti je produkt i shtetit, i shoqërisë, dhe shteti duhet të përkratë, të suportoj që ti të bësh i denj për shoqërinë, kurse në Shqipëri ne duam të jemi produkt i shoqërisë, por shoqëria nuk mban asnjë lloj përgjegjësie për ne dhe ngel barre familjes. Pastaj kjo është gjë tjetër, që i ngelet barra familjes. Po flasim tek kultura që kemi ne si shoqëri orientale, si shoqëri e Shqipërisë, me kulturën perëndimore. Pra është përballja, përplasja e kulturës. Pastaj kjo është gjëja më e mirë këtu, që ti mund të jesh 18 vjeç, mund të dalësh nga shtëpia jote dhe ti prapë edhe pse s'ke familjen që po kujdeset për ty, ke shtetin. Po pra, në momentin që ti ngelesh pa punë. Sepse me këtë po duhet të them këtë, Alba, kërkoj ndjes që po ndërhyj. Por duhet të them këtë që se edhe në hyrjet e emisionit do të thash që Shqipëria ka kaluar shumë tranzicione, dhe ne jemi 36 vite tranzicion. Dhe si që jetë ti, për shembull, që ti ke lindur në vitet 2000 dhe të vazhdosh të flitet akoma për tranzicion, të shohësh të njëjtit njerëz në televizor edhe sot, dhe mos e kesh asnjë lloj subvencioni, asnjë lloj përkraje apo suporti nga shoqëria, nga shteti, ne duhet ta ndryshojmë pak këtë mentalitet, mendoj. Pra, duhet që të shoqëria apo të rinj shqiptar, përveç se të jenë zot të vetes, po të jenë edhe suportues nga shoqëria, nga shteti, që të bën element individ të denj. Patjetër, kjo është çelësi, kjo është gjëja më e rëndësishme, sepse këtu fillon pastaj komplet një epokë tjetër. Një rini që pavarësisht se e di që duhet të mbahet në këmbët e veta, në çdo lloj mënyre të mundshme, në këtë rast, të paktën do ta dinte që e ka një përkraje. Ndërkohë që ne qëndrojmë akoma, qëndrojmë akoma në këmbët tona, edhe duke e ditur që ne nuk kemi një përkraje. Edhe ndonjëherë e gjithë kjo duket e errët, sepse nëse ti po mbahesh me forcë, si e ka për diku, dhe me zor po mbahesh aty dhe e di që do biesh dhe nga kjo, duket komplet errësirë dhe nuk ke asnjë lloj mbështetje, dhe sidomos nga shteti. Jo të gjithë njerëzit e kanë mundësinë që t'i ndihmojë familja. Jo të gjithë njerëzit e kanë një familje. Në fundit, çdo kush e ka një familje, po kur njeriu bëhet 18, pra kalon 18 vitet, familja është bonus, por shoqëria duhet të ketë përgjegjësi suportuese për këtë individ që ka 18 vitet. Sepse jo gjithmonë ky individ duhet të jetë peshë për familjen dhe të jetë produkt për shoqërinë, ndërkohë që shoqëria, kur flas shoqëria, flas shteti, sepse shteti mbahet me taksa, mbahet me gjithë atje, pra, dhe mos ketë dhënë asgjë. Patjetër, jam 100% dakord me këtë, po këto janë probleme themelore
Këto janë probleme themelore të një sistemi. Okej, Përveç të një shoqërie. Të kërkoj falë, të kërkoj edhe ndjes që ashtu po që zgjatën pak të pikë. Absolutisht. Po është pjesa kur mosha juaj, ju qeni të rinj, ju keni edhe mendësinë më ndryshe dhe ju e dini më mirë sepse unë thash edhe çfarë, pra ne duhet të dimë të respektojmë të rinjt dhe duhet të dimë t'ja lëmë në dorë të rinjve zgjedhjen sepse ne kemi bërë për dreq zgjedhjen, sepse faji jonë është që është Shqipëria këtu. Se ne kemi qenë të rinj. Pikërisht, sepse edhe me frymën me të cilën ne jemi rritur, ne jemi vënë në faj përse mund të kërkojmë diçka më shumë, ose jemi mësuar gjithmonë me atë, jo po sakrifica, jo po kaq edhe hajde se unë në moshën tënde nuk kam bërë kështu, nuk kam bërë ashtu. Mosha time me moshën e prindit time është komplet diçka tjetër. Është kohë tjetër. Janë dekada. Madje mund të them që dhe ata mund të kenë pasur akoma më shumë privilegje tani në kohën e tyre, kanë pasur shumë informacione që ne ndoshta sot i kemi, por që si kemi të nevojshme ti kemi aq shumë informacione. Ndoshta kanë patur atë mundësinë që të rinë të shkëmbejnë me njëri tjetrin, ndërkohë që ne jemi më shumë të varur nga telefoni. Domethënë, çdo kohë, çdo periudhë ka ato të mira dhe të këqijat e veta dhe ne nuk mund të rrisim një fëmijë me frymën që shiko se unë kam bërë kështu dhe ti duhet të bësh kështu. Secili ka jetën e vet dhe ti duhet t'i japësh ato, duhet t'i aportosh ato që atij duhen. Që janë të mira nga ato që ti ke kaluar, po jo ta mësosh një fëmijë të jetojë me sakrifica. Dhe kur kam ardhur këthe dhe kam parë mendësinë e të rinjve këthe, edhe se si jetojnë njerëzit, i shoh që këta herën e kaluar kanë dalë në protestet se jo herën e kaluar, bëhet fjalë kur u rrit çmimi i naftës, për herë të parë fare që këta u ngritën dhe thonë tani me këtë çmim që ka shkuar nafta, ne nuk mund të shkojmë dot me pushime. Si mund të jetojmë ne duke mos shkuar me pushime? Është gjendja jonë psikologjike që nuk është e mirë. Orët e punës janë kështu, ne nuk mund të jetojmë dot kështu. Me thënë, dhe thoja unë shiko se këta ngrihen në protesta për privilegje. Ndërkohë që ne nuk i konceptojmë dot, do themi ne as nuk i konceptojmë pushimet. Ti e ke patur drilonin ndër shtëpisë dhe ke shkuar ke vajt për pushime tamam, si e thonë. Edhe si thosh nuk e kemi, pra jemi mësuar me atë pjesën që ne duhet vetëm të pranojmë, duhet vetëm të jemi për të dhënë dhe jo për të marrë, pra për të marrë në pjesën e suportit. Unë them që kjo mendësi duhet të ndryshohet dhe jeni ju ata që e ndryshoni. Dhe unë jam dakord me këtë sepse brezi jonë të paktën është një brez që ka parë edhe atë pjesën e vuajtjeve të prindërve, edhe atë pjesën pas tranzicionit, mund të jetë, okay, një pjesë kanë lindur në 97, në 97 ka ndodhur çka ka ndodhur që është bërë tranzicioni e të tjera me radhë, po ne gjithsesi kemi patur atë post asaj që ndodhi post luftës dhe ne kemi ndjerë dhe ajo dhimbja post luftës është një boshllëk akoma më i keq se lufta sa do ka atë adrenalinën e vet. Pastaj çfarë ngelet nga mbrapa është traumë dhe ne kemi qenë ata fëmijët që jemi rritur në një ambient ku një pjesë e mirë e madhe kanë kaluar atë një ambient post-traumatik. Eksaktësisht. Edhe jemi mësuar me këtë dhe shqyqyr zotit ne kemi parë edhe këtë pjesën e vendëshurisë, këtë pjesën e sakrificës, ne dim të bëjmë sakrifica, e dim dhe kemi parë edhe pjesën tjetër që shiko se bota jeton kështu, këta sillen ndryshe, këta jetojnë ndryshe, këta kanë privilegje të tjera dhe fundit çat kam unë më pak se këta që unë mos ta kem këtë që këta gjithashtu kanë. Edhe duke parë këto të dyja anët e medaljes, ti arrin të marrësh një rrugë të vetme i përzim të dyja me njëra tjetrën edhe shikon që unë kam edhe pjesën e vëmshurisë, e di ku duhet jem e vëmshur, e di ku duhet të sakrifikoj dhe e di ku nuk duhet të pranoj dhe ku nuk duhet të sakrifikoj. Dhe e di ku duhet të përballem, dhe si të përballem, absolutisht. Dhe e di ku duhet ta privilegjoj veten time. Dhe prindrit tonë ndoshta këto po i kuptoj sot. Domethënë prindrit tonë flas për një brez më të madh. Patjetër. Dhe them që shiko, sepse ne i shikojmë të dy anët e metalit dhe kjo më ka bërë mua akoma dhe më shumë dhe dashse kur kam ardhur këtu, sepse kam parë mënyrën se si funksionojnë gjërat. Edhe kam menduar që shiko, çfarë nuk ka në Shqipëri që ne të mos ta kemi të njëjtin gjë,
çfarë na mungon ne në Shqipëri që ne mos ta kemi të njëjtën gjë. Mendësia na mungon, mentaliteti. Dhe përgjigjja ka qenë eksaktësisht mendësia, diçka që ne na është rrënjosur thellë në kokë, si na është mësuar të jetojmë ashtu, jemi mësuar që të mbyllim gojen edhe që të pranojmë gjërat ashtu siç janë, por ndonjëherë gjërat nuk duhet i pranosh ashtu siç janë. Duhet të kërkosh, duhet të përballesh, duhet të redikosh. Ti mund ta pranosh ashtu siç është, por duhet të kërkosh për të ndryshuar dhe për të përmirësuar, për të bërë më mirë. Patjetër, dhe ndryshimet ndodhin nga gjëja më e vogël, nga gjëja më minimale, nga diçka. Dhe kështu pak nga pak duke filluar të gjithë. Unë duke parë edhe muzikantët në Shqipëri. Në Shqipëri ka muzikantë të mirë që ikin, shkojnë edhe studiojnë jashtë, sepse ndoshta në Shqipëri nuk e gjejnë ambientin sepse se ku të studiojnë, mund të flasë edhe për licet artistike dhe për gjithçka tjetër. Në për administrata nuk ndodhen totalisht njerëzit e duhur. Unë të paktën kam patur fatin që çfarë njoh sot nga teoria e muzikës, kam pasur një profesor shumë të mirë në liceun e Korçës, dhe gjithashtu në liceun e Tiranës një pedagoge, një zysh flauti shumë të mirë që ajo më ka mësuar mua sot gjithçka që unë di, po ky ka qenë fati im. Ka qenë fati im që sakrifica ime u shpërblet, por nuk kanë të gjithë privilegjin që unë kam patur. Dhe e shikoj që duke qenë se studentët ose të rinjt nuk gjejnë ata ambientin e duhur, sepse studenti e shikon nxënësit, çfarë do qoftë. E shikon atë neglizhencën e profesorit, e shikon atë mosdëshirën e profesorit që as atyre nuk ju ve faj, se është puna e tyre, pse ndihen ashtu. Edhe gjithashtu i kuptoj dhe nuk i paragjykoj, por që gjithsesi ti ke një detyrë që të edukosh një brez të ri që është shumë i rëndësishëm për ta edukuar, sepse nga brezi i ri lind gjithçka, lind një jetë e re, një frymë e re, një kohë e re, edhe një art i ri mund ta quajmë. Dhe të gjithë marrin atë rrugën e tyre për të shkuar dhe për të studiuar jashtë, po këta muzikantë kanë brumin kanë një brum Shqipërie, kanë atë nuk e di si ta them. Unë për shembull kam atë frymën e liçenit të Lavgushit. Jam gjithkohës e frymëzuar nga ai liçeni. Nga ato dallgët e atij liçeni. Kështu që u mor vesh për derisa ti fletë bisedon me Hanën. Por që gjithsesi ajo unë e quaj që ajo ndodhet edhe në ADN-n time. Ato janë gjëra që unë i kam trashëguar nga prindit, nga ambienti ku jam rritur, nga mënyra se si unë i kam kaluar. Unë mund të them është ajo fryma e liçenit, por që faktikisht fryma e liçenit mua më kujton gjyshen time te plazhi i Uçkave dhe mua që lahesha aty me atë zhurmën edhe që haja bukë me domate edhe me krip dhe që më vinte në shpirt dhe që nuk e gjej me atë shije. Sado që ha bukë me domate franceze, nuk është e njëjta shije. Kështu që të gjithë këta të rinj, muzikantë, mundohen të marrin rrugën dhe të shkojnë të bëhen të aftë jashtë, por që gjithsesi këta janë muzikantë shqiptar dhe këta mund të japin shumë për artin shqiptar. Dhe për mua kjo është një kontribut i hedhur dëm, sepse ti jep një kontribut për muzikën franceze. Nesër pas nesër, nëse unë bëhem dikush në Francë, nëse unë bëhem një muzikante xhazi shumë e famshme në Francë, do të thotë që Alba Dajlani është një muzikante franko-shqiptare, por që gjithsesi me atë frymën e saj dhe që gjithsesi unë do jem franceze, kupton, si sot Dua Lipa quhet. Po, kur bësh ti e famshme, unë do jem krenar sepse do them ja, kjo intervistën e parë ka dhënë të Windows Radio dhe Këtë po e merrnim në thonjë, dhe le të supozojmë që nuk ishte thjesht një lloj kështu. Unë uroj me zemër që ti bësh e famshme dhe të kalosh, ku diun, gjithve. Nëse se kjo fjala e famshme është diçka që nuk më pëlqen aq shumë, por që gjithsesi ishte mënyra të bësh e njohur. Po mimo, e kisha te krenaria ime, sepse unë do thon pastaj. Okej. Se kisha për në rregull, atëherë mund ta përdorësh. Okej. E ke lejen e pas. Edhe gjithsesi se domethënë kjo është gabimi tim i madh që unë të kaloj nga në një temë në një tjetër edhe unë mbas atë fillim. Doja të tregoja që të gjithë studentët, të gjithë të rinjt shqiptar shkojnë edhe i japin një kontributin e tyre për diku tjetër. Dhe muzika e tyre në histori ngelet histori e muzikës franceze, e muzikës vieneze, e muzikës gjermane. Dhe Shqipërisë historia e muzikës i ngelet bosh.
dhe të më flesh një histori muzike, dhe mua më dhem shumë sepse gjithçka që unë krijoj në fund të ditës është identiteti tim. Ky është identiteti tim. Në muzikën time, tingujt e mi janë tupana shqiptare. Janë, ta thash edhe njëherë, është ajo fryma e liçenit, është ajo buka me domate, është gjithçka që karakterizon Albën. Alba është rritur në Shqipëri, është formuar në Shqipëri. Gjithçka që unë e kam sot me veten time, që e aportoj edhe në artin tim, po edhe te vetja ime, vjen nga Shqipëria dhe kjo është pjesa ku unë shkoj dhe bëhem atë dashse. Sido që të jetë puna, identiteti nuk mohohet, as origjina, dhe mua nuk më pëlqen ta bëj këtë gjë. Dhe gjithsesi, mund të them që nëse sot jam kjo që jam fal ambientit ku jam rritur, kulturës ku jam rritur, sistemit ku jam rritur. Absolutisht. Dhe kjo lidhet dhe me gjën që thash në fillim fare, që në një dhomë boshe, në një hapësirë boshe, ti e gjen atë mundësinë tënde që të krijosh atë, ta bësh atë ambientin tënd sa më të jetuash. Dhe e njëjta gjë është, në fund të ditës unë ngelem shqiptare, edhe arti tim ngelet shqiptar, dhe dua që arti tim të ngelet Shqipërisë, kontributi tim të ngelet Shqipërisë, sepse nëse ne ikim të gjithë dhe kontribojmë jashtë, atëherë për vendin tonë ngelet asgjë. Kjo është një mesazh i jashtëzakonshëm dhe unë të jam mirënjohës pafund. Dhe kjo është e dhimbshme. Unë të jam mirënjohës pafund për këto mesazhe. Si mendon Alba, ti bëjmë 2-3 minuta pushim, sepse DJ Bledi, tekniku i radios, besoj se ka përzgjedhur një pikë muzikore që do na përshëndes dhe ne mbas ta dëgjojmë këtë dhe pastaj kalojmë në Patjetër. Okej. Atëherë mish në rikthehemi në transmetim live, pra jemi në Horizont këtu në valët e Window Radio dhe jemi me të ftuarën Alba Dajlani, e cila vazhdon të studioj për muzikologji në Francë, për master, e cila ka bërë bachelor për flaut
Dhe po bisedojmë për ndryshimin apo për dallimet, për jetën reale të rinisë shqiptare, të rinisë në emigracion, dhe se si shikon Alba dhe mosha e Albës Shqipërinë nga larg dhe sa ju mungon Shqipëria. Alba, më dëgjon? Po, patjetër më dëgjon ti mua? Po, jemi okay. Jemi në transmetim live. Tani, Bledi kishte përzgjedh këtë pikë muzikore. Dhe ne bëm për të ndarë si në 2 pjesë bisedën tonë. Pak a shumë deri tani ne u përpoqëm të kuptojmë Albën, si thosh, me tërsinë e saj, me adoleshencën, me shkollimin, me emigracionin. Pra, një rezume të Albës. Tani duhet të kaloj diku tjetër me Albën. Në Shqipëri po bërën protesta. Se di sa ju i keni ndjekur, se sa jeni në koherencë me lajmet e Shqipërisë, por si shikon, nëse ju i ndiqni dhe i keni parë protestat, si shikon protestat në Shqipëri? Më fal, mund ta përsërisësh se nuk të dëgjova? Pata një shkëputje. Okej, pra nëse keni ndjekur protestat në Shqipëri dhe jeni koherent me protestat e Shqipërisë, si shikon Alba protestat në Shqipëri? Pra, si mund të shikoj një ri nga Franca, nga Perëndimi, ku në Shqipëri bashkëmoshëtarët tuaj apo populli atje po proteston për të drejtat e tij? Të shohësh atë protestën që po ndodh në Shqipëri, është të kesh emocione marramendse, thjesht duke parë gjithë atë grumbull njerëzish, edhe gjithë ato pankarta, dhe që u ngritën sidomos vetëm për kauzën e nartës në fillim, edhe më pas vazhduan për të kërkuar të drejtat e tyre, që me sa duket shohim një popull që pjesa më e madhe janë të rinj, edhe kjo është ajo që t'jep më shumë shpresë, që janë ngritur për të kërkuar të drejtat e tyre, dhe po flisnin për atë rinin që ne pam sot, atë rinin e telefonave, atë rinin që është pasive, atë rinin që nuk e prisnim që nga ajo rini shqiptare të ndodhte një protestë dhe të kërkoheshin ato të drejta në mënyrën më paqësore të mundshme dhe në mënyrën më të bukur të mundshme. Mua më vjen shumë keq që unë momentalisht nuk mund të shkoj të bëj protestën, sepse përveç se jam akoma në sezonin e provimeve, jam edhe duke punuar, duke qenë se është sezoni verës, dhe nuk kam mundësi që të shkoj të bëhem pjesë e protestave. Por që gjithsesi, në pamundësi për të qenë prezent në protestën në Shqipëri, unë gjithsesi hodha një hap për të bërë të njëjtën protestë këtu ku ndodhem në Dijon, duke u munduar të grumbulloj të gjithë në rajonin Burgojnë-Franche-Comté. Fatkeqësisht, kërkesa ime e protestës u anulua për shkak sepse për të qenë organizator duhet të kesh gjithashtu organizator të tjerë aktivistë ose njerëz të cilët janë adekuat për këtë punë. Dhe ishte e pamundur. Do të jenë shoqata, do të ketë organizata, duhet të jenë shoqata, organizata, pikërisht, edhe ishte disi e pamundur që ta krijoje, duke qenë se nuk kishim as shumë njerëz që donin të bëheshin pjesë e protestës, ishte e vështirë të lidheshim me një pjesë të mirë të shqiptarëve. Megjithatë, një vajzë që quhet Sureja Dulla, u mundua që të grumbullonte të gjithë shqiptarët kudo që ishin në Francë, që ata të organizonin protestat kudo në për të gjitha rajonet e Francës. Edhe deri tani njerëzit me anë të atij grupi që u krijua, u mblodhën të gjithë dhe krijuan grupe të tjera të rajoneve ku ndodheshin për të mbledhur, dhe deri tani është realizuar protesta në Paris, protesta në Bordeaux, protesta në Lyon, protesta në Toulouse, besoj se po zhvillohet dhe ajo në Strasbourg edhe kudo tjetër nëpër Francë. Ne jemi akoma duke punuar. Edhe jemi akoma duke punuar edhe për protestën në Dijon. Nëse nuk bëhet një protestë, ne kemi marrë vendimin bashkë me gjithë njerëzit që jemi në grupin e Burgojnë-Franche-Comté në WhatsApp, që nëse nuk bëjmë dot protestën, të bëjmë një rassemblement, një mbledhje, si të thuash. Më fali për termin, po ndonjëherë më nuk është problem, është gjë e kuptueshme.
Dhe gjithsesi kemi menduar të bëjmë një mbledhje, një grupim njerëzish, të cilët do dalin dhe do kërkojnë firma me anë të një peticioni për të gjithë protestën që po bëhet në Shqipëri, për gjithë kauzën që kanë ngritur në Shqipëri. Edhe gjithsesi, mua pas kjo nuk më mjafton, sepse do doja të isha aty. Do doja të isha aty sepse unë atë protestë kam ndërruar. E kam ndërruar për një kohë shumë të gjatë që ajo protestë ndodhte. Gjatë gjithë kohës që unë kam parë padrejtësira që më janë bërë mua ose të tjerëve, njerëzve të tjerë që shikoja, e kam imagjinuar atë protestë dhe e kam imagjinuar që të shkoj dhe të bërtas në atë protestë me zë të madh, demokraci, sepse në Shqipëri ekziston gjithçka, por jo demokracia. Mendon që kjo protestë ose këto protesta do sjellin atë demokracinë apo do jap atë konkluzionin që pothuajse masa do, është më tepër ju të rinj pasaj që po. Ne nuk mund të pretendojmë që me një protestë ndodh një mrekulli edhe Shqipëria të bëhet brenda ditës ose brenda 14 ditëve apo brenda një viti vendi europian që ne të gjithë e kemi dëshiruar. Po që vjen shpresa, lind një shkëndije e vogël shprese që po fillon një ndryshim, që po nis një revolucion dhe duke nisur kjo, ditët e tjera që ne mund ditët ose vitet e tjera që ne mund t'i kalonim duke vazhduar, duke ndetur në të njëjtin dhunë, ne po fillojmë pak a pak edhe ta marrim edhe ta pastrojmë të gjitha të dhunin. Dhe kjo fillon me këtë protestë që është ngritur. Kam dëgjuar shumë zëra që protesta ndonjëherë është politike, që ka mbrapa fshihen njerëz të tjerë, e të tjera. Dhe nuk jam dakord sepse mund të ketë, mund të jenë edhe këto. Nuk mund të pretendojmë që të gjithë njerëzit që ndodhen aty në protestë janë vetëm për një kauzë të mirë. Por që gjithsesi ne mund ta shohim shumë qartë që pjesa më e madhe e dëshiron dhe është e lodhur nga gjithë sistemi, nga gjithë padrejtësia, nga gjithë ta bësh atë të bardhën të zezë dhe këtu lind shpresa dhe këtu lind ndryshimi. Nga një shkëndije vogël. Ti mendon që i gjithë popullat është se mendon pra të dalë secili për mendimet e vet apo për padrejtësinë e vet dhe nuk ka organizim nga mbrapa? Unë nuk e di nëse ka organizim nga mbrapa. Jo, asun nuk e di, thjesht po bëjmë bisedë një fjalë sepse duke patur parasysh që ne kemi kaluar probleme shumë, me fjalë dhe vazhdimisht, sepse edhe ti apo edhe familja jote apo unë apo gjithë që kemi ikur nga Shqipëria kemi ikur për 1001 arsye. Dhe si të thuash tashmë kemi kaluar jashtë masë shumë probleme dhe ka patur shumë pak reagim. Tashmë reagimi ka qenë masiv, kanë reaguar njerëz që unë e dija që do reagonin dhe e dija që ata do ndodheshin aty, e dija që ata një ditë do protestonin. Shiko, e di çfarë, unë kam një mendim akoma dhe më të çmendur. Unë mendoj që dhe Edi Rama vetë do deshte të ishte aty te ajo protesta, se e di shumë mirë padrejtësitë që i ka bërë popullit, por që gjithsesi duhet ruaj atë veten e vetë dhe nuk do ai shiko, ti e ke mendim të çmendur, por ai le të çmendet të jap dorëheqje dhe të shkojnë punë vet. Unë mendoj që çdo kush e dëshiron atë protestë, po Edi Rama është nuk e ka guximin që të shkojë të jap atë, është goxha egoist për të dhënë dorëheqjen. Ai ka nuk e di, raporti midis Edi Ramës edhe popullit më duket një raport goxha, nuk e di. Jo, ajo është edhe një raport për vetëm atij raporti që e kanë ndërtuar, por edhe në këto 14 ditë proteste ka qenë gjithnjë bullizues, tallës, ofendues edhe ndaj pikërisht dhe kjo gjë që nuk më pëlqen. Sepse bëhet diferencën tjetër, Macronin këtu e tallin jashtëzakonisht shumë, po që të flasim për Francën e Macronit, patjetër që nuk është Franca perfekte, nuk është sistemi perfekt, njërën tjetër. Ekziston gjithmonë ajo hipokrizia, do me thënë që shiko kjo gjëja ekziston, po që sado është në mënyrë hipokrite, po që gjithsesi ekziston. Të drejtat e njerëzve respektohen më shumë se ç'mund të respektohen në Shqipëri dhe gjëja që më ka bërë më shumë përshtypje është që sapo nisa universitetin,
pedagogët e mi anuluan orët e mësimit, bojkotuan orët e mësimit, studentët shkuan dhe okupuan salla dhe asnjëri nga ata pedagogët nuk u kërcënua për faktin që shkoi dhe mbyllën të gjitha stacionet e trenit, bojkotuan orën e mësimit dhe thanë që ne do protestojmë sepse nuk mund të punojmë me orë kaq shumë të gjata dhe të paguhemi kaq sa paguhemi, nuk mund të punojmë në këto ambiente ku punojmë, me të tjera goxha pa kënaqësi që kishin. Ama unë nuk pash Macronin njërë të vetme të dilte edhe të shante popullin e vet ashiqare fare dhe ta trajtonte në një lloj mënyre që shiko ti s'di, unë di. Unë jam ky sepse jam lart, ti aty poshtë edhe ti nuk di. Ne tham edhe pak më përpara që Shqipëria ka nevojë për njerëz të rinj, për mundësi të reja, pra jo thjesht njerëz të rinj në moshë. Ka nevojë për mundësi të reja dhe shpresa është vetëm tek brezi juaj të sillni ato mundësi të reja, të sillni të ketë një ndryshim mentaliteti, të injeksiohet ajo kultura e llogaridhënies, kultura e marrjes së përgjegjësive, pra të ndryshoj kjo mundësia që ne kemi si shqiptar. Dhe duke qenë se ti je në krye të një shteti dhe populli këtë ka gabim, këtë mendësi, që duke qenë se ai është në krye të shtetit, ai di të gjitha, ne duhet të mbyllim gojën dhe duhet të bëjmë siç na thot ai. Jo. Ai është në krye të popullit, duhet të dëgjojë ato kërkesat që ka populli dhe duhet të tregohet transparent me popullin, sepse shqiptare i përket popullit shqiptar. Edi Rama gjithashtu është populli shqiptar. Ndodhet në krye, është zëri i të gjithë popullit, po nuk e ka ai Shqipërinë. Shqipëria është e shqiptarëve dhe ka shumë të drejtë protestuesit me pankarta që po ngrenë të gjitha. Shkoj tek një pyetje tjetër. Ju pra ke kontakte me bashkëmoshatar, ke kontakte me të rinj të tjerë, pra jo thjesht në Francë apo jo thjesht në Përgades, pra por me moshatarët tuaj. Dhe Shqipëria, kemi thënë vazhdimisht, po boshatiset nga rinia, por problemi më i madh ka qenë që po boshatiset edhe nga intelektualët. Dhe a mendon që nëse do vi një herë ndryshimi, pra nëse do ndryshoj diçka në Shqipëri, ose a duhet këta intelektual dhe kjo rini si puna jote që është jashtë duhet të kthehet dhe të jetë kontributor kryesor në ndërtimin e Shqipërisë? Patjetër që po, unë mendoj që ata janë njerëzit e duhur që mund ta rikthejnë Shqipërinë dhe Shqipëria ka shumë njerëz intelektual, ka shumë njerëz të ditur, ka njerëz me kokën plot, ka njerëz që janë të gatshëm të japin vendit të tyre dhe mendoj që ata njerëz duhet të ngelen aty, duhet të ngelen në historinë e vendit të tyre sepse i përkasin vendit të tyre dhe duhet japin kontributin e tyre atje. Unë të paktën kështu e gjykoj. Pastaj ka njerëz që thonë, shiko se unë kam ikur, jam me gjithë të mirat edhe nuk kam përse të kthehem në Shqipëri dhe me gjithë të drejtën, sepse ka njerëz që kanë përjetuar ferrin dhe që kanë menduar që kur nuk mund t'i arrijnë gjërat që kanë dashur, sepse ti vjen nga një vend i vogël, vjen nga një vend i botës së tretë, vjen nga një vend që mundësitë i ka shumë të ulta, e të tjera. Dhe mendoj që po, këta njerëz duhet të shkojnë dhe duhet t'i kthehen Shqipërisë, duhet të jenë këta pedagogët që japin mësim jashtë, që janë shqiptarë dhe japin kontributin e tyre për studentët e tjerë dhe kështu që ata duhet të japin kontributin e tyre në vendin e tyre për studentët shqiptarë, që ata të mos ikin, të mos largohen, edhe ajo të ngelet trashëgimi i vendit. Dhe kështu me radhë të gjitha të tjerat. Unë të paktën kështu e gjykoj. Unë kam parë goxha nga moshatarët e mi në atë protest, kam një moshataren time, shoqen time, kolegen time, miqeshën time më të mirë që është aty duke dhënë gjithë zërin e saj të mundshëm në radhë të parë për atë protest. Edhe është një person që është një këngëtar e operash që është zakonisht të talentuar dhe që është thyer nga Italia në Shqipëri, për të vetëm fakt sepse ajo thoshte përse unë duhet të shkoj ta jap kontributin tim diku tjetër, kur nuk më bëhet vend tjetër si vendi tim, dhe ajo sot e kësaj dite ndodhet aty në mes të asaj proteste, duke luftuar me shpresën për që vendi i saj të jetë ashtu siç ajo do dëshironte ta kishte, ose që minimumi ai vend të fillonte dhe të ndryshonte. Në fakt ashtu e duam të gjithë, ashtu siç e mendon ti, siç e mendon ajo shoqja jote, apo siç nuk e mendoj se duam të gjithë ashtu. Një pjesë tjetër ndihet shumë mirë me sistemin që është. Flasë pjesa e masës në fjalë, sepse pjesa që e do ashtu, ajo pa e ka lënë ashtu, kupton? Kështu që po, në qoftë se ky revolucion ja arrin që
që të ketë atë impaktin e vet dhe i arrin që të realizohen të gjitha ato kërkesat që paraqiten aty nga të gjitha ata protestuesit. Unë mendoj që nga kjo fillon një punë kolosale e madhe sepse për ndryshimin e atij vendi, sepse duke në administrata, duke u punësuar njerëz që vinë me CV, me një bagazh, me një shkollë, që e marrin atë vendin e punës me meritën e tyre, edhe që realisht e dëshirojnë të hamojnë atë punë, edhe që janë adapt për atë punë, mendoj që nga administratat, duke u përshatitur administratat nga ata njerëzit që nuk janë praktik për punën e tyre dhe detyrohen që të shkojnë të bëjnë ato mitingjet e Ramës, për dashur t'i ofendoj, po kjo është e vërteta. Dhe kështu që nuk mbahet vendi punës, duke u munduar në mënyrë egoiste që të përfitosh vetëm për vete, edhe të mos japësh asnjë lloj kontributi as për vendin tënd, por gjithashtu ti prishësh punë vendit tënd, edhe njerëzve që kanë të drejtën të ndodhen aty, që kanë punuar për të qenë aty, edhe sot po shkojnë diku tjetër. Dhe kjo është akoma është e dhimbshme dhe nëse ky revolucion ka atë impaktin e vet, kjo që ndryshon automatikisht. Dhe ky si fillim është një fillim shumë i mbar dhe një ndryshim kolosal për Shqipërinë, do të thoja unë, si fillim i parë. Shiko, yes, unë të jam mirënjohës për optimizmin, për zjarrin e brendshëm që ke brenda vetes dhe më vjen mirë që pata mundësi të kem sonde në emision dhe të gjoj këtë zjarr rinor, sepse me të thënë të drejtën Faleminderit. Jo, shiko Alba, sinqerisht flasim, por rinin lëm pak për të folur dhe zjarri rinor, evolimi, rinia është ajo që ka sjell ndryshimin historikisht, shekuj ndër shekuj, pra brez mbas brezi ka ardhur evolimi, ndryshimi dhe ne shqiptarët duhet të kuptojmë diçka, që duhet të japim mundësi forcës rinore, mendimit rinor, zjarrit rinor, që të evolojmë dhe të ecim dhe ndaj jam mirënjohës sepse vërtet kjo dhënë disa mesazhe të fuqishme dhe aq më tepër që më çuditi ajo pjesa e përmallimit, pra një gocë 25 vjeçare, fundit shkolluar në Francë, po me dokumenta, po jetë perëndimore, si thosh, dhe të kesh gjithë të përmallim, gjithë adetarizëm për Shqipërinë, është vërtet gjë e bukur. Faleminderit, Leonard. Për çfarë të ka marrë malli Alba për në Pogradec? Për Pogradecin, për ndonjë gjë të veçantë, për ndonjë ushqim të Pogradecit? Çfarë Më ka marrë malli për qenusën time shivën edhe për gjyshen time. Po qenushën, për qenushën të se mora qenushën. Jo, nuk e ka marrë qenushën, është pa letra, nuk e marrë të. Është pa dokumenta, nuk e marr, nuk vjen dot, nuk kalon dot në prapë. Është qenë me pasaport shqiptare dhe nuk e kalon. Bëni të pamundur e gjyshja, dajo, akusheni atje, bëni dokumenta të qenushës edhe çoni Albës. Alba, unë të jam mirënjohës nëse ke diçka për të shtuar, kështu e kisha menduar, nuk e di se sa të pëlqevi apo sa u ndjeve si u ndjeve në këtë emision, por kështu e kisha menduar dhe nëse ke një mesazh, jam mirë, jashtëzakonisht mirë dhe unë kënaqa me gjithë këtë bashkëbisedimin që bëm bashkë. Duke qenë se mua më pëlqej shumë të flas, ishte goxha mirë. Shpresoj që do të kemi edhe herë të tjera dhe sa që të kesh diçka për të promovuar apo diçka për të thënë apo ku diun dhe shpresoj që do vish ta promovosh këtu këne. Po patjetër me gjithë qejf. Dhe projekte të kemi. Emisionin tjetër me flaut ose të vish me flaut, jo kështu muhabet. Okej, në rregull, ta kem parasysh për herën tjetër atëherë. Më falni kësaj radhe. Unë të jam mirënjohës, të uroj suksese dhe shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Edhe sam shumë suksese me radion edhe me emisionin. Respekte, faleminderit. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte Horizont për sonde, pra ishte vërtet një emision që unë edhe pse folëm për proteste, por jo se folëm shumë, nuk bëm politikë sepse
të kesh një vajzë të re, të kesh një vajzë të mirë shkolluar dhe një vajzë me kaq shumë pozitivitet siç ishte Alba Dajlani sonde në Horizont dhe e cila me gjithë atë pafajësinë e vet që pafajësia e saj sot është ne migrim për gjithë faj i politikës dhe sistemit politik në Shqipëri që njerëz si Alba, të rinj si Alba, apo të rinj si të gjithë të rinj të tjerë që janë në perëndim që i ka degdisur dhe i ka larguar nga vendlindja, nga gjyshërit, nga ato vende, nga ato borre ku janë rritur, ku kanë luajtur dhe kanë pra kuptuar dhe vetë se kush ishte malli, përmallimi i një të riu. Dhe vërtet njerëz të tillë të bëjnë me krah, të bëjnë të mendosh që Shqipërisë po i rritet një brez vërtet shumë me kualitet, një brez intelektual, një brez që ka mendim të qartë se si do të ndërtojë vendin e vet, sepse ne, me thënë të drejtën, mosha jonë, pra duke patur parasysh atë pjesën, sepse mosha, dalëm aty se edhe është plak si jam unë, po edhe të plakësh nuk është keq, është privilegj, por kjo mosha jonë, pra mosha e 90-s, mosha që themi 36 vite tranzicion jemi ne ata që kemi lënë Shqipërinë dhe kemi marrë, nëse përdor shumë me zhargon, kemi marrë në qafë të rinj tanë, fëmijët tanë, sepse ne jemi fajtorët që nuk ditem të ndërtojmë Shqipërinë. Është brezi jonë fajtor që nuk diti, sepse edhe ne kemi qenë të rinj. Dhe ne nuk kemi ditur të kemi mendësi, të kemi mendim, të kemi kualitet, por jemi shitur, jemi falur, jemi dhuruar, më lirë se falë. Dhe sot ne vojmë atë që kanë bërë ata tjerë çfarë kanë dashur. Pra vojmë pikërisht atë që ne nuk ditëm të jemi të kujdesemi dhe të përkujdesemi për vendin tonë. Kështu që duhet të dimë që t'ju hapim rrugë, t'ju japim suport, t'ju japim mbështetje tyre të rinjve, sepse vetëm këtu është shpresa, nëse Shqipëria do ndryshoj, pra jo të ndryshoj një kryeminist dhe të na vijë një tjetër, të ndryshoj një sistem, të ndryshoj një mentalitet, të ndryshoj një mendësi. Për këtë ka nevojë shqiptari, për këtë kemi nevojë në shqiptarët, për këtë ka nevojë sepse Shqipëria i ka të gjitha. Ja ka dhënë Perëndia, ja ka dhënë Zoti, ja ka dhënë natyra, kush doni ju, Shqipëria i ka të gjitha. Por ne t'i japim suport këtyre të rinjve dhe të shpresojmë të këta të rinj që Shqipëria të ndryshojë. Duke ju falendëruar përzemërsisht për kohën që më dhuruat, për suportin tuaj, për mbështetjen tuaj, u jam mirënjohës pafund, ju përqafoj përzemërsisht dhe meqense se unë tashmë i thon 4 ditë jo kam bërë i mërzitshëm dhe u bëra kështu, na kupton si thosh si ajo kripa që hidhe dhe pastaj gjella nuk hahet, pra sepse kriposet shumë. Tani i thon 4 ditë këtu edhe ju kam bezëzuar, kështu që do u lë një 3 ditë pushim pa mua, me mua do ta takojmë të njëjtën, por ju vazhdoni qëndroni në Window Radio, sepse Window Radio ka emisionet e veta, ka programatacionet e veta, sepse nesër është hënë, kemi emisionin pa kufi të Deti Zogut, kemi pasaj të martë mikrofoni hapur me Genc Paçukun që do jetë politik, do jetë zjarr, sepse Genci zjarre kemi në politik. Kështu që edhe mërkurra pasaj do fillim të zbresim pak sepse do jetë ora poetike me Mozën, me Sandrin, dhe të endën dhe të takojmë bashkë. Duke uruar të gjithëve natën e mirë, java që po vjen qoftë një javë mbare, këndshme dhe suksesshme dhe sjell të gjëra pozitive edhe për Shqipërinë tonë, ju përqafoj të gjithëve dhe natën. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio i